është prap I gjallë, edhe gujës është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, unë dëgjoj një gjë që thonë, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Përshëndetje miq, mirë se erdhet. Ju dëshiroj mirëseardhje të përzemërt në këtë mesazh. Dëshiroj për pak çaste të ndaj me ju një porosi të Pashkës. Jemi në prag të saj. Edhe një herë njerëzimi, bota është duke u fokusuar tek tema e madhe e Pashkës. Disa madje bëjnë edhe pyetje, e disa të tjerë mezi presin të rrinë e të afrohen tek tryeza për të festuar këtë fest. E madje për shumë sesh kjo fest përbën thjesht një festim, një mundësi për ditë pushimi e kështu me radhë. Por sot përtej kësaj, përtej këtyre pyetjeve, ndoshta edhe dilemave rreth Pashkës, dëshoj të përqendrohem tek pjesa më thelbësore e më kruciale e Pashkës, te mesazhi vet I saj. Çfarë ajo është, çfarë përbën dhe cili është mesazhi I Pashkës. Nëse ktheheni me mua tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli I parë e vargu 29, ne do të shohim çështjen për të cilën Bibla flet sipas Ungjillit sipas Gjonit. Të nesërmen thot Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: "Ja, qengji I Perëndis që e ngre mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin unë thash, mbas meje vjen një burr që ka zënë vend para meje, sepse ishte për para meje. Dhe unë nuk e njihja, prandaj erdha të pagëzoj në ujë që ai t'i zbulohet Izraelit." Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: "E pash frymen duke zbritur nga qielli si pëllumb dhe qëndroi mbi të. Dhe unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj në ujë më tha: ai mbi të cilin do të shikosh të zbres fryma, do të qëndroj në ty është që pagëzon me frymen e shenjtë." Tani, miq të dashur, dëshiroj që për një çast të flasim për Jezus Krishtin si qengjin e Perëndis. Dhe pse madje, pse Jezus Krishti dhe pse qengji I Perëndis? Për arsye se pavarësisht në cilin religjion mund të shikosh, njëra prej gjërave, për praktikave e madje dhe për ritualeve që disa religione bëjnë është çështja e sakrificës. Në përfete ndryshme, në një kohë të caktuar, njerëzit therin qengja me qëllim që me gjakun e atij qengji të pastrohen fajet, mëkatet, gjunahet e shkeljet e tyre gjatë atij viti. E tillë ishte edhe situata me judaizmin. E tillë ishte edhe situata madje edhe në këtë kohë kur po flasim që është para rreth 2000 viteve. Njerëzit që nga koha e kur populli I Izraelit ishte në Egjipt, prej atëherë Zoti kishte urdhëruar që në ditën e caktuar të Pashkës, burra e gra, fëmijët e tyre të mblidhen edhe të kujtojnë kohën, të kujtojnë ditën kur Zoti Perëndia I kishte nxjerrur ata nga skllavëria. Dhe këto ta kujtojnë brez pas brezi, dhe njerëzit vazhdonin ta bënin edhe sot e kësaj dite. Por zanafilla e kësaj qëndronte madje tek vetë pjesa, tek shpresa e këtyre njerëzve që duke therrur një qengj pa tëmet, I tërë mëkati I atij populli, I asaj familje, I atyre njerëzve do të binte mbi qengjin e pa tëmet. Dhe së gjaku I atij qengji do të shlynte fajet dhe mëkatet. Në kohën kur populli I Izraelit ishte në Egjipt, ndodhi për kështë njëjta gjë. Perëndia kishte urdhëruar që të therrë një qengj dhe duke therrur atë qengj, me gjakun e atij qengji të lynin shtallkat e dyrve. Dhe kur atë ditë engjulli I Perëndis do të kalonte, ai do të kursente atë familje nga vrasja. Dhe ja ku jemi tani,
rreth 2000 vite më parë, Bibla thot, kur u përmbush koha, Zoti Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje. Por kur Jezusi erdhi, e kemi situatën e Gjon Pakzorit. Gjon Pakzori ishte një profet i Zotit që ishte shfaqur në Izrael. Dhe ai po dëshmonte, ai kishte ardhur dhe po dëshmonte, ai tha, e pa Jezusin në një ditë të rëndomë, dhe tha, ky është qengji i Perëndis që shlyn mëkatin e botës. Ky është qengji i Perëndis që shlyn mëkatin e botës. Miq i dashur, dëshiroj sot të shihni me mua 3 gjëra të rëndësishme. Pse Jezus Krishti është qengji i Perëndis pikërisht në kohën e Pashkës. Dhe pse ne tani nuk kemi nevojë të therim një qengj, as një dem, as një kafsh, dhe të derdhim gjakun e kafshëve për pastrimin e mëkateve tona, sepse këtë ka bërë Jezus Krishti dhe gjaku i tij është shumë fish, pa krahasimisht i çmueshëm se sa gjaku i kafshëve. Në këtë rast i kemi Gjon Pakzorin që tha, ja qengji i Perëndis që shlyn mëkatin e botës. Dhe në 3 gjëra dëshoj që të shihni sot bashkë me mua. Gjëja e parë që dëshoj që të shohim bashkë është Jezus Krishti u bë pastërtia jonë. Të Kungjilli sipas Gjonit, kapitulli i 2, vargu 13 deri në 22. E kemi këtë, thot, dhe Pashka e judenjve ishte afër, dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem, dhe gjeti në tempull ata që shisnin qedhen dhe pëllumba. Këmbys monedhash duke ndenjur, dhe si bërë një kamxhik në litar, i deboj të gjithë nga tempulli, bashkë me qetë, me dhend, dhe u hallakati parat shkëmbysëve të monedhave, dhe u përmbysi tryezat. Kështu, në këtë tregim ne e shohim Jezus Krishti në kohën e Pashkës, kishte shkuar në tempull, dhe shiste njerëzit që tempullin e kishin shndruar në një vend biznesi. Ai vendi ku duhej të adhurohej Zoti e kishte humbur kuptimin. Njerëzit e kishin bërë atë vend më tepër për çështjet e tyre personale, sësa për të adhuruar Zotin. Aty blenin, aty rrenin, aty hanin, ndërkohë vendi duhej t'i dedikohej e t'i kushtohej Zotit dhe adhurimit të vetëm të Zotit. Dhe kur Jezus Krishti hyrë në atë tempull e pa, vendi që i kishte kushtuar Zotit ishte ndyrë nga njerëzit, mori një kamxhik dhe i deboi të gjithë ata. Çfarë do të thotë miq? Në mënyrë simbolike Jezus Krishti kishte ardhur për të pastruar vendin, për të pastruar nga njollat, nga mëkati, nga sjelljet e këqija, nga sjelljet mëkatare, nga papastërtia, nga gjitha gjërat e ndyta. E dini miq, një fjalë tjetër për pastërtinë është fjala shenjtëri. Dhe në Jezus Krishtin ne mund të bëhemi të shenjtë. Tek Izaia kapitulli i parë, në vargun 18 thot, nëse mëkatet tuaja, nëse janë të kuqe si gjaku, do t'i bëj të pastra si bora. Dhe ky është misioni i Jezus Krishtit. A kishte ardhur për të shenjtëruar, për të na bërë të pastër, jo për nga gjaku i demave, as i qengjit, por do ko bërë vetë sakrifica, do ko bërë vetë flija. Prandaj sot më lejoni t'ju them një gjë shumë të çmueshme. Në Jezus Krishtin, nëse je duke u përpëlitur, u urvatur për të jetuar jetë të shenjtë, e jetë të drejtë, një jetë që do ta kënaqë të Zotin, do të përmbush të standardet e Zotit. Këtë mund ta bëni vetëm në Jezus Krishtin. Veprat ne mund të përpiqemi, po sapin nesh mund t'ja dalim. Prandaj vetëm një shpresë mund të gjendet në Jezus Krishtin, Zotin ton, sepse ai me gjakun e tij na pastroi. Gjëja e dytë që dëshoj që ta shohim bashkë. Jezus Krishti u bë gjithashtu siguruesi i jon në kohën e Pashkës. Te Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i 6 dhe vargu 53, ne e shohim të thonë mjaft qartë një gjë të tillë. Thot Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 6, vargu 53 thot: Atëherë Jezusi u tha atyre, në të vërtetë po ju them,
se po të mos hani mishin e birit të njeriut të pini gjakun e tij, nuk keni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe gjakun tim, ka jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjalli në ditën e fundit, sepse mishi im është të vërtet ushqim dhe gjaku im është të vërtet pije. Vëllezër e motra, dëshoj një gjë ta keni shumë të qartë. Në asnjë rrethon Jezus Krishti nuk po flet në mënyrë fizike për të ngrënë mishin e tij, as për të pirë gjakun e tij. Në asnjë mënyrë nuk po flet po flet në mënyrë shpirtërore. Dhe këtë Jezusi po ju tregonte popullit, po i tregonte masës, po na tregon edhe neve sot se ne ai tashmë ka siguruar. Ai është që ka siguruar gjithçka që na është e nevojshme për ne për jetën e përjetshme. Nuk është më në asnjë gjë tjetër që ne mund të gjejmë shpëtim, sepse Bibla thot, nuk ka asnjë emër në qiell i dhënë njerëzve për shpëtim përveç emrit Jezus. Jezusi mbetet i vetmi emër në qiell i dhënë njerëzve për shpëtim. Dhe ky është Jezus Krishti. Dhe gjëja e tretë që dëshoj që të shohim bashkërisht është Jezus Krishti është shpenguesi jon. Te Ungjilli sipas Gjonit gjithashtu kapitulli i 19 dhe vargu 28 thot, pas kësaj Jezusi duke ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushej shkrimi tha, kam etje. Aty pra ishte një enë plot me uthull, por ata e mbushën një sfungjer me uthull dhe e vunë në një deg hisopi dhe afruan te goja. Dhe kur Jezusi mori uthullin tha, u krye, dhe duke ulur kryet dha frymen. Vëllezër e motra, dëshoj që të shohim shumë qartë se në Jezus Krishtin është shpengimi. Në Jezus Krishtin është shpëtimi. Qengji i Perëndis për të cilin po fliste Gjoni në fillim, tani 33 vite më vonë, Jezus Krishti qëndronte në kryq dhe ai tha, u krye, u përmbush. Tërë misioni, gjithçka për çka kam ardhur, është përmbushur tani. Dhe tani më Bibla thot, nuk ka më asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që jetojnë sipas frymës e jo sipas mishit. Për ty dhe për mua, tashmë ka shpresë, sepse në Jezus Krishtin mund të gjendet shpëtimi. Dhe nuk ka më asnjë shpëtim përmes veprave, as përmes thërjes së qengjave, as duke u orvatur me forma të ndryshme të sakrificave, por duke pranuar Jezus Krishtin si birin e Perëndis. Dhe Bibla thot, po ashtu të Gjoni, të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bi të Perëndis. Ai kishte ardhur për të krijuar një popull të ri për Perëndin. Një popull që e don Zotin, një popull që e don Perëndin, një popull që nuk jeton më në armiqësi. Dhe ky pajtim i njeriut, i imi, i yti, i çdo njerit mund të gjendet përmes sakrificës së Jezus Krishtit. Bibla thot atyre që e pranuan, ne nuk kemi të detyruar, por nëse ne vërtet kemi dëshirë që të gjejmë shpengimin, që të gjejmë faljen, dhe që të pajtohemi një herë e përgjithmonë me Zotin, Perëndin, Krijuesin, kjo mund të gjendet përmes Jezus Krishtit. Dhe prandaj në këtë kohë feste, në këtë kohë pashka miq, vëllezër edhe motra, dhe të gjithë ju që po na dëgjoni, nuk ka asnjë kuptim më të vogël pa Jezus Krishtin. Ajo është qendra e krishterimit, sepse Bibla thot, nëse Jezus Krishti nuk është i ringjallur, besimi jon është i kotë. Dhe ju pastaj Bibla vazhdon thot, dhe ju dërgjeni në mëkatet tuaja. Prandaj nëse Jezus Krishti nuk është qengji i Perëndis që ka ardhur për të na pastruar, për të na bërë të pastër si bora me gjakun e tij, nëse ai nuk ka ardhur për të siguruar veten e tij si qengjin e Perëndis, që të mos ketë nevojë më për qengja për dashur tjerë fizik, por që duke pranuar atë, nëse ai nuk është çliruesi, shpenguesi e shpëtimtari jon sot, atëherë nuk ka asnjë tjetër. Sepse ai tha për veten e tij, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Dhe ai tha, askush nuk shkon tek Ati, veçse nëpërmjet meje. Zoti të bekoft në këtë kohë pashke, uroj e lutem që të mos kërkosh
tek pashka diçka tjetër përveç Jezus Krishtit, sepse pastaj ajo humb kuptimin dhe është e zbrast. Nuk është asgjë tjetër, vetëm një farë lloj feste ditë pushimi. Zoti të bekoft e të mëshiroft ty dhe mua dhe të gjithë neve. Amen. Ai është prap I gjallë, edhe gujs është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, unë dëgjoj një gjë që thon, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.